بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall për din dhe fare i dërgojmë selamën mbi të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, i familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. O ju vëllezër, këto minuta para namazit të arive, temën të cilën kemi nxjerrë sonte me fol është edabu dua, edukatja e lutjes. Sa rëndësi ka lutja në Islam, dhe për ta është e mirësjellur, e përmbledhur në Islam që me pat edukat, edeb lutja. Pse edeb lutja? Mënyra se qysh e lut Allah Azza wa Jall, mënyra se qysh e zgjedh ti me lut Allah Azza wa Jall, është prej mundësive të pranimit të lutjes. Qelësi i lutjes mu pranu është edebi saj. Në çdo sen në Islam e ka edebin e vet. Edebi parë gjatë lutjes është kjo i vëllezër, el muslimu yajibu inda dua al-ikhlas lillahi Azza wa Jall. Prej edukatës lutjes është obligueshme tek muslimanin e lutje me qenë i sinqert me Allahun Azza wa Jall. Me qenë i sinqert me Allahun Azza wa Jall në lutje. E sinqeriteti fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din. Ashtu që Allah Azza ka kërku që me lutë Allahun Azza wa Jall, me i bo adhurimet ibadetet ashtu që Zoti kërkan me sinqeritet. Ka në ajet kuranor Allah Azza wa Jall i përshkruan profetet për Hudin alayhi salatu wassalam se çush i ka thonë popullit vet, duke thënë ja qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. O populli jam, kërkani istighfar tek Zoti juve dhe pendanu tek ai. A thonë këto e ka për qëllim Hudi alayhi salam i ka drejtu popullit vet që lut në Allah, lut në Zotin e ju me sinqeritet, qof lutjen e istighfarit apo qof në lutjen e ju që doni mu pendu tek Allahu Azza wa Jall. Edukata e dytë në lutje është istahabbu an yarfa'a yadayhi hadwa munkibaihi ma'a tadhalluli wa tamaskuni. Është obligueshme e pëlqyeshme që njeriu prej edukatës është për ta lutur Allahun Azza wa Jall me i ngrit domethënë durt gjatë lutjes. Me i ngrit durt gjatë lutjes është edukata e lutjes. Nuk ka mundësi njeriu me adhuru Zotin e tij apo me bëj lutje me durt të poshtë. Jo, edukata e lutjes është që me i ngrit njeriu durt dhe me bëj domethënë lutje. Aisha na tregon, sahabët na tregojnë, të benët na tregojnë, e ka përshkruar se çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt, duke thënë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatta yara bayadu ibtayhi fi du'aihi wa sujudihi. Subhanallah. Pejgamberi Allah po na tregon edukatën e lutjes. Po e përshkruajnë sahabët, po e përshkruajnë të benët në transmetimet e shumta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bërë lutje, i kanë ngrit durta shumë, ju kanë pa shenjë domethënë qytetën në cedra ju kanë pa. Mi po kur ka ras sejdë, i kanë pa përmasi ato shenjë. Kjo është subhanallahu prej suneteve të profetit sallallahu alaihi wasallam, qoftë në sejdë apo qoftë në lutje, me i ngrit dur. Ngritja e durve ka në tasmetën që donjat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as shumë i ka ngrit dur të natë, as shumë të që i ka rrave gjypja atë veshën që i ka parë. A thonë këtë rekord atë njëjtën gjë që ju shpata, a thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a thonë në cedave gjatë lutjes. Më pasë ju vëllezër, prej edukatës lutjes është hudurul qalbi fi dua. Me qenë prezent zemra jote gjatë lutjes. Kjo është e rëndësishme shumë.
Kjo është e rëndësishme shumë. Në lutje, kur e lutë Allah Azza wa Jall, duhet me qenë edhe zemra prezent. E ju me lutë Allah Azza wa Jall dhe me s'me ditë çka i duke thonë. Allah Azza wa Jall thotë: Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Lutni Zotin e ju të thyrë. Tadarruan. Më kanë i thyrë, më kanë para Allah Azza wa Jall i mangët, duke përshkruar dobësinë tane. Zot jam i varfër, Zot nuk më i pa ty, Zot kështu të më radhë. Asnjë profet nuk e ka lutur Allah Azza wa Jall duke ngritë veten e vet. Mirë po gjithmonë duke përshërcu veten e vet, duke treguar atë dobësinë e vet. O khufje. E shumë atë në plejmin e apasë, khufje ka më të shkaj po për qëllim, me qenë prezent zemra jote, që kjo është, në lutje. Kur shpytim Imam Shafii, so është largë Zotit për neve, ka po një lutje sinqer, ka që në më thonë Allah Azza wa Jall largë, një lutje sinqer, për një zemër sinqer. Qëllimi o që një tregon që është afër robit ti, dhe që pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë lutja është ibadet. A ki qenë më afru tek Allah Azza wa Jall? A ki qenë me pot pozitë tek Allah Azza wa Jall? A ki qenë Zoti me ndëru? Atëherë bëhu prej atyre që e shtan lutjen, nësa Allah dhe thëtë: "O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Më të vërtetë kur mu më lutet robi jam, ku jam afër. Shiko hadith, shiko ajete të tjera. Ka orë gjithmonë, thuaj Muhammed, thuaj, mirë po këtu nuk ka thonë thuaj Muhammed, për minena, o idha sa'alaka ibadi, kur të më lutet mu robi jam, fe inni qarib, unë jam afër. Pse që përshka është ibadet, adhurim, lutja. Më pasoj u vëllezër, thot Allah Azza wa Jall: Ud'uni astajib lakum. Mënyrën e udhërorës, Allah po na mëson, duke thënë lutni mu. Shton e lutje tek Allah Azza wa Jall. Më pas thot Allah Azza wa Jall: Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata të cilët nuk e lutin Allah Azza wa Jall, ata të cilët nuk e lutin Allah, ndaj këtij ibadeti, dua ibadeti. Dhe gjithashtu po thot Allah Azza wa Jall: Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Ata të cilët janë kryelar ibadeti, wa huwa dua. Allah Azza wa Jall bëhet adhurim të madh për lutjen. Ata që janë, da më thonë kryenar, nuk e lutin Zotin shpejt, në shpesh. Që më dhëtë Allah Azza wa Jall: si e dëkhuluna jahannama dakhirin. Do të hinë zjarë xhenamit poshtërsuar. Pse në kohën e mushrikëve, ibadeti më i madh ka qenë lutja. Ata adhurime sejdë, kështu të merat nuk kanë pas, mirë po lutje drejt për drejt kanë adhuruar ndonjë tjetër. Mënyrën e lutjes dhe ato kanë kërkuar ndonjë tjetër posa Allahut Azza wa Jall. Më pas u vëllezër, o yuhsin al-khafdu as-sawti bid-du'a. Për edukatës lutjes është që njeriu kur ta lutë Allah Azza wa Jall, me e lut me zot e ulur. Shikoj tek Zekaria, Allah dhe shëmëshmun: idh nada rabbuhu nidaan khafiyya. Më vërtet ai e ka lutë Zotin e tij khafiyya, bi sautin khafi, me një zot shumë të ulur. Dhe kja e tregon edukatën tonë me Zotin tonë në lutje. Subhanallah. Këdhalike min adabi dua sautul khafi. E njëjtë është që po e përmendi. Kjo është domethënë edukata e lutjes, kur e lut Allah Azza wa Jall, e lut domethënë me zot të ulur. Hadha dua ma al-ikhlas. Këto e kam përshkruar e madh në këtë ajet. Kam shikoj që kjo është lutja që njeriu e ka me sinqeritet. Kur ta lut Allah Azza wa Jall, e lut me zot të ulur. Qali ibn Sa'di, thot ibn Sa'di për këtë ajet, yakhafu minhu ar-riya. Çepse Zekaria ka lut Zotin me zot të ulur. E ka lut Allah Azza wa Jall se ka pas frikë për syfasijes.